Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në videon e sotshme ku ne do të flasim rreth empatisë. Dhe që ju ta kuptoni më mirë nëse kjo video është për ju, do të ndalemi tek llojet e empatisë. Çfarë është empatia në radhë të parë, për llojet e saj, si ta dallojmë nga simpatia, sfidat me të cilat përballen empatët në botën ku ne jetojmë dhe gjithashtu se si mund ta kthejmë këtë cilësi dhe karakteristikë në superfuqinë tonë më të mirë për të ndihmuar jo vetëm veten tonë, por edhe të tjerët përreth. Pra, nëse ju intereson, qëndroni dhe dëgjoni videon për të kuptuar më mirë veten tuaj në radhë të parë. Çfarë është empatia? Nëse po pyesni veten, por ndoshta edhe mund ta dini, empatia është si të veshësh këpucët e dikujt tjetër. Është e njëjta ndjesi. Pra, në kuptimin metaforik, që do të thotë ti kupton eksaktësisht se çfarë individi tjetër është duke ndjerë, është duke përjetuar, është duke menduar e të tjerë, sepse ka lloje të ndryshme empatësh, siç e përmendëm, por edhe mund të jeni një kombinim i tyre. Pra, cilat janë këto lloje të empatëve? Kemi empatën emocional. Pra, ju mund të jeni një empat emocional nëse ndjeni emocionet e dikujt tjetër, sikur të ishin tuajat. Qoftë ky zemërim, mërzi, ankth apo lumturi, gëzim, entuziazëm e të tjerë. Kemi empat intuitiv, të cilët janë në gjendje që të intuitivisht të dinë se çfarë dikush tjetër do të thotë para se ata ta thonë. Kjo është njëra prej situatave, por ideja është të dini intuitivisht se çfarë do të ndodhë apo çfarë do të thotë dikush tjetër. Kemi empat të natyrës, të cilët janë jashtëzakonisht shumë të lidhur me natyrë dhe ndjejnë çdo lloj ndryshimi që ajo has, dhe jo vetëm kaq, por edhe me hënën, ciklet e hënës, planetet e të tjerë. Pra, janë shumë të lidhur me këto dinamika dhe në rast se për shembull planetet lëvizin në shenja të ndryshme apo hëna, fazat e hënës të cilat ndryshojnë, impaktojnë masivisht shumë këta individ. Kemi empatët që janë shumë të lidhur me kafshët. Pra, intuitivisht dhe telepatikisht mund të komunikojnë me to dhe mund të ndjejnë çfarë kafsha është duke ndjerë, por gjithashtu mund edhe të qetësojnë këtë kafshë në prezencën e tyre. Kemi empat fizik, të cilët janë empat që ndjejnë dhimbjet fizike të individëve të tjerë. Për shembull, nëse dikujt i dëm koka. Dhe këtyre empatëve detyrimisht ose vetvetiu do t'i fillojë dhimbja e kokës, ndoshta edhe pa e kuptuar se nga po i vjen. Pra, një dhimbje koke e papritur, mund të keni dhimbje gjymtyrësh dhe papritur vjen dikush familjari juaj që thotë që i dëm pa ajo gjymtyrë dhe ju keni ndjerë dhimbjen e tyre. Nga ana tjetër kemi empat shpirtëror, të cilët janë në gjendje që të lidhen me qenie të padukshme ose ndoshta me paraardhësit tanë, dhe të marrin mesazhe prej tyre, të ndjejnë mesazhe prej tyre. Por kemi edhe empat energjetik që janë në gjendje që të dallojnë apo të ndjejnë energjinë e dikujt tjetër dhe që në kontaktin e parë të dallojnë çfarë energjie po i ofron ky individ, është energji pozitive apo jo. Dhe kjo mund të përkthehet dhe si leximi i aurës së individëve të tjerë, pra fushës energjetike që i rrethon, për të kuptuar dhe për të ndjerë se me çfarë individi kemi të bëjmë, çfarë energjie po ofron dhe çfarë energjie e dominon këtë individ specifik. Duke kaluar tani më tek shenjat dalluese midis empatisë dhe simpatisë. Shpeshherë individët mund t'i keq interpretojnë apo dhe t'i ngatrojnë këto të dyja. Empatia në vetvete, pra siç e tham, është që ju të ndjeni çfarë dikush tjetër po ndjen, të përjetoni atë që ai po përjeton. Dhe është fiks shpreha që të vishni këpucët e tij apo të bëheni ky person për një sekond, për një farë periudhe. Kjo është mënyra se si unë mund ta shpjegoja më hollësisht. Por simpatia në anën tjetër ka të bëjë me keqardhjen dhe për shembull dikush që mund t'ju dojë, dëshiron t'ju ndihmojë, ndoshta nuk e kupton qartësisht se çfarë ju po përjetoni, nuk e kupton atë thellësinë e emocionit që ju po përjetoni, ndoshta se kupton fare emocionin apo dhimbjen apo çfarë ju po kaloni. Thjesht nga dashamirësia e tij dhe sepse ju do, dëshiron t'ju ndihmojë. Dhe kjo është simpatia në vetvete, pra që ke një ndjesi keqardhje, ke një ndjesi që dëshiron të ndihmosh dikë, por pa e kuptuar, pa i veshur këpucët e tij, thjesht nga një distancë dhe nga një rol tjetër, pra pa u futur në rolin e këtij individi, në eksperiencën e këtij individi. Dhe duke u parë në këtë këmbështrim, empatia është një mjet shumë i fuqishëm apo jo? Sepse na lejon ne që të ndihmojmë të tjerët
në një nivel më të thellë se sa thjesht simpatia. Po cilat janë sfidat me cilat hasen empatët? Sepse me që thamë që këta individ ndjejnë shumë, këta individ ndjejnë të gjitha emocionet e të tjerëve, ndoshta dhe dhimbjet fizike të tyre, intuitivisht dhe ndoshta dhe pa e kuptuar, sepse në momentin që ju nuk e dini që këto emocione, kjo dhimbje koke, këto frustrime dhe këto mbi ngarkesa emocionale nuk janë tuajat, atëherë ju nuk do dini se ç'o bëni me to dhe do të filloni të mendoni që vërtet janë tuajat. Dhe sfidat më të mëdha të empatëve të cilët nuk e dinë që janë empat apo nuk e dinë që këto emocione, ndjesi janë të tjerëve dhe nuk dinë se çfarë të bëjnë me to. Sfidat më të mëdha janë kur ndodheni në grupe të mëdha individësh. Qoftë në ambiente pune, në ambiente zyre, në ambiente shkolle, në ambiente të hapura por me shumë individë lokale dhe në midise të mbipopulluara. Këto pra janë vërtet sforcuese dhe mjedise që nëse ju nuk e dini që jeni empat dhe nuk dini si të mbrojeni, unë nuk do t'i këshilloja. Më besoni, kam qenë vetë në këto pozita dhe ka qenë vërtet një sfidë shumë e madhe në jetën time deri në momentin që kuptova që vërtet, okej, jam empate, por duhet të di si të mbrohem, duhet të di se çfarë të bëj, duhet të di se çfarë të përdor dhe si ta kthej këtë në superfuqinë time, gjë që dua t'ja mësoj dhe ju, që ju ta përdorni këtë veçori si superfuqinë tuaj dhe mjetin më të fuqishëm që keni dhe në dobi të vetes tuaj por edhe të tjerëve. Pra vendet e mbipopulluara janë vërtet shumë sfiduese dhe sforcuese, sepse imagjinoni një empat i cili është. Sepse ju mund të jeni empat që kombinon disa tipe empatësh. Pra mund të jeni një empat emocional, intuitiv, fizik e të tjerë dhe mendoni të gjitha këto emocione, dhimbje fizike, të gjitha këto bombardime emocionale, dhimbje koke, që ti po ndjen në të njëjtin moment nga individ të ndryshëm. Sepse thamë që është një vend i mbipopulluar dhe në mos njëri tjetri ka një problem, një shqetësim, një emocion negativ, një dhimbje koke, dhe ky empat është, mund ta mendoni si një magnet për të gjitha këto. Dhe jo vetëm magnet, sepse duhet përmendur që empatët janë një bekim për këtë botë dhe nëse ju jeni duhet ta dini që jeni vërtet të bekuar për këtë cilësi që keni. Dhe mos e shikoni si një kërcënim apo si një veti negative që keni, që nuk doni ta keni, nuk doni t'i ndjeni gjitha këto, nuk doni gjithë të përgjegjësitë mbi ngarkesë emocionale, por mendoni që empatët janë këtu për një arsye. Dhe arsyeja është që ju në fakt do të tërhiqni individ të cilët kanë nevojë për ju. Sepse kjo është ndoshta ajo që ju duhet të bëni dhe misioni juaj, që ju t'i ndihmoni këta individ dhe t'i kuptoni si askush tjetër dhe t'i ofroni këtë lloj këshille që ndoshta ata nuk mund ta gjejnë nga një resurs tjetër dhe t'i ofroni këtë lloj mbështetje dhe shërim emocional që ata s'mund ta gjejnë nga dikush tjetër. Dhe ju mund të vini re që ndoshta në të kaluarën apo edhe tani më jeni duke i tërhequr individ me plagë të ndryshme, me emocione të pashëruara, individ që po përjetojnë dhimbje e shumë të tjera. Dhe ju po pyesni veten pse po ndodh kjo. Dhe sidomos në momentin që ne kemi thënë që ne tërheqim energji, ne tërheqim vibracion, dhe nëse ju jeni në një vibrim të lartë, po tërhiqni njerëz që juve ju duken sikur në fakt janë në vibrim të ulët. Por kjo mund të jetë për një periudhë shumë të shkurtër kohe, thjesht që ju t'i ndihmoni. Por si fillim ju duhet ta ktheni këtë cilësi në superfuqinë tuaj, të dini si ta komandoni, të dini si të mbroheni dhe të dini si të mund ta mendoni si të mbyllni portat dhe t'i hapni atëherë kur duhet. Sepse me portat e hapura çdo kush mund të vijë, çdo energji mund të vijë, dhe ju mund të ndjeni çdo gjë kudo ku jeni. Dhe kjo nuk është ajo që ne duam, apo jo, që të jemi të mbi ngarkuar. Sigurisht që ne duam të ndihmojmë, por jo të jemi të mbi ngarkuar, sepse kështu nuk mund të ndihmojmë dot as veten e jo më të tjerët. Pra, çfarë mund të bëjnë empatët që të mbrohen dhe ta kthejnë këtë cilësi në superfuqinë e tyre? Në radhë të parë, ta dini që jeni empat është gjë e parë dhe kryesore që ju duhet të bëni, sepse këtu fillon gjithçka dhe një rrugtim shumë i bukur. Së dyti, ka mjete të shumta të cilat mund t'ju ndihmojnë ju në rrugën tuaj. Personalisht kam gjetur shërim tek dhe mbështetje shumë të madhe tek kristalet, tek mjetet e ndryshme pastrimi, të cilat unë i kam darë tashmë me ju, por mund t'i ndaj sërish nëse ju jeni për herë të parë
në kontakt me mua dhe në këtë video. Pra, kristalet janë vërtet një mjet shumë i fuqishëm nëse juve dëshironi që të mbroheni nga këto energji, të mos merrni kaq shumë energji nga të tjerët dhe vërtet të mbroheni në përditshmërinë tuaj në rast se juve ju duhet që të jeni në kontakt me individ të tjerë, në rast se ju duhet që të jeni në punë, në shkollë, në zyrë, në midise me njerëz. Sepse duhet përmendur që jeta është një bashkëpunim, një interaktim, një kooperim mes njerëzish. Dhe ne është e thjeshtë që të mbyllesh në dhomën tënde dhe të thuash se po ndi gjithë këto dhe në dhomën time jam shumë okay, nuk dua të kem të bëj me njerëz, por ndoshta qëllimi juaj është të punoni me njerëz dhe të jeni aty për ta. Ose ndoshta keni familjen tuaj që ka nevojë për ju dhe ju mund të jeni një empat apo empate e cila mund të ndihmojë fëmijët tuaj, familjen, njerëzit në familje që kanë nevojë për ju, kafshët tuaja shtëpiake e të tjerë. Pra, ndoshta ju jeni aty për ta, për t'i ndihmuar dhe duhet ta kuptoni këtë superfuqi, ta ktheni në superfuqinë tuaj me qëllim që t'i ndihmoni. Dhe nuk ka ndjesim më të bukur më pas sa kjo që ju të ndihmoni dikë i cili ka nevojë për ju dhe të mos ndjeni këtë ngarkesë emocionale, edhe pse jeni duke i ndihmuar dhe duke ndjer emocionet e tyre. Kjo është vërtet shumë e fuqishme. Pra, kristali që unë do këshilloja për t'i mbajtur me veten, nëse ju vuani nga këto sulme, nga këto sulme energjetike ose mbi ngarkesa emocionale dhe nuk e kuptoni se nga vijnë, sepse është e thjeshtë që me njerëzit pranë jush ta kuptoni që okay, ky individi më ata këtë emocionin, e kuptoni dhe e sqaroni. Por në rast se ju nuk e kuptoni dhe kur uleni me veten tuaj për të menduar gjithë emocionet që po ndjeni dhe për të kuptuar a është e imja apo jo, që është një hap shumë e rëndësishme për të bërë. Nëse ju nuk po gjeni një lloj shkaku për këtë emocion që po ndjeni, do të thotë që e keni marrë nga dikush dhe nëse duke dini se nga kush e keni marrë, bëhet pak më vështirë për ta kuptuar a është i juaj apo jo. Dhe kjo ndoshta është një fazë pak sa delikate, por ju mund ta bëni, jam e sigurt për këtë. Thjesht të uleni në vetmin tuaj dhe të mendoni gjithë emocionet dhe të mundojeni t'i lidhni këto emocione me situata specifike, me individ specifik. Nëse janë tuajat, punoni me to për t'i sqaruar. Nëse nuk janë tuajat, është shumë herë më e thjeshtë thjesht pastrohuni me Palo Santo, të cilën ne kemi përmendur, me Sherebel, mund të bëni ritualin, të cilin mendoj që kam bërë një video edhe për këtë. Por gjithsesi po ja them sërish me krip. Mund të përdorni çfarë lloji kripe, por unë përdor krip himalajesh, me që kjo më gjendet në shtëpi gjithnjë. Por mund të përdorni çfarë lloji kripe, të mendoni që po absorbon të gjitha këto energji të këtyre individëve që ju nuk i njihni ndoshta. Dhimbje koke, çdo gjë që ju po ndjeni që nuk është e juaja, vetëm një sekond. Ndjej sepse janë duke bërë punime dhe ndoshta zhurma ju shqetëson, kështu që e mbylla detajin për më mirë. Pra, rituali me krip. Kripa do të absorboj, ka vetin që të absorboj të gjitha këto energji dhe emocione që ndoshta ju nuk e dini se të kujt janë dhe nuk janë tuajat. Dhe ta lejoni ujin e rrjedhshëm të robinetit të çesmës së dushit, ku të doni ju, që ta pastroj këtë krip dhe t'ju lejoj ju që të largoni gjitha këto emocione nëpërmjet kripës. Dhe dora e djathtë është shumë e rëndësishme, që po thoja, sepse lidhet me çlirimin. Dora e madhe lidhet me marrjen e energjive, emocioneve, sendeve e të tjerë. Dora e djathtë lidhet me çlirimin dhe dhënien e të tjerë, të sendeve, energjive. Pra, ky është një ritual shumë i fuqishëm që unë ta këshilloja dhe është dorë me një, sa herë unë kam patur dhimbje koke të papritura dhe nuk e kuptoja se nga më vinin. Duke bërë këtë ritual, më besoni që do të kuptoni vërtet a është e juaja apo jo. Sepse nëse është e juaja, dhimbja kokës mund të vazhdojë dhe nëse nuk është e juaja, do të largohet që në momentin që ju e bëni. Provojini dhe më thoni rezultatin. Kristalet që ju mund të mbani me vete, që unë do ta këshilloja shumë, çdo ditë në rast se ju keni të bëni me grupe të ndryshme individësh, janë turmalina e zezë, për të cilën besoj kam folur edhe përpara, por është shumë e fuqishme. Sepse jo vetëm që ju mbron nga këto emocione të tjerëve, por edhe nëse ju i absorboni, ju ndihmon që ti transformoni këto nëpërmjet një procesi alkemik energjetik, që ju ti transformoni të gjitha këto energji në të mirën tuaj dhe në energji pozitive. Dhe pa i kthyer mbrapsht për t'i bërë keq dikujt tjetër. Sepse duhet përmendur se shpesh herë individët mund të absorbojnë negativitet dhe ta reflektojnë mbrapsht dhe kjo është një lojë e pafundme si lojë me top kur ishim të vegjël. Por derisa dikush më pas të mërzitet dhe ta mbaroj lojën. Por në rast se ju thjesht e absorboni pa dashur këto energji
Turmalina ju ndihmon që ti transformoni në energji pozitive, pra në të mirën tuaj, dhe të mos i ktheni mbrapsht si negativitet tek personi tjetër, pra po i bëni nder tek këtij personi. Nga ana tjetër, ametistin, i cili në fakt mund të ketë për masa të ndryshme, por do të këshilloja kristal xhepi në këtë madhësi, por gjithashtu mund të mbani edhe bryzylyk ametisti, të cilin mund ta mbani gjithmonë me vete. Nëse juve nuk keni dhe aq të vëmendshëm, ndoshta që ta fusni në xhep çdo ditë para se dilni, apo nëse vishni fustane dhe s'keni ku ta mbani, mund të mbani bryzylyk, patjetër. Dhe obsidiani i zi, i cili është fantastik edhe ky për t'ju mbrojtur nga këto energji dhe nga këto sulme të ndryshme. E quaj sulme, mos më keq kuptoni, por sulme në kuptimin që vërtet mund të jenë energji të drejtuara drejt jush, dhe ndoshta jo me qëllim nga të tjerët, ndoshta pa një qëllim specifik, por dashur pa dashur drejtohen apo jo, dhe mund të duken si sulme energjetike, dhe jo më kot përdor këtë term, sepse ndoshta nuk di se si ta them ndryshe, por e di që ju më kuptoni. Pra, të qenurit empat është për një empat është shumë e lehtë që të humbas atë fillin, cili është emocioni im, cili nuk është imi, dhe të humbas atë lidhjen me intuitën e vet për të kuptuar këtë emocione, kështu që është e rëndësishme që thjesht të gjeni pakës kohë për të ulur dhe për të menduar, për të ndarë këtë emocione, cila është imja, cila jo, dhe për të punuar pakës me to. Nëse ju keni nevojë për ndihmë dhe këshilla, unë jam këtu sa herë të keni nevojë, kështu që mos mendoni se jeni vetëm apo t'ju duket procesi i vështirë. Çka tjetër që unë do këshilloja është të vendosni kufi të shëndetshëm. Dhe siç e shikoni, të gjitha këto sfida në fakt po ju ndihmojnë ju që të mësoni këto mësime të vëra, që të formoheni dhe të transformoheni personalisht dhe të bëheni një person vërtet shumë i maturuar, me mençuri të shenjtë në fund të ditës, në fund procesit e të tjerë. Në fakt është një proces i vazhdueshëm, por sapo ju keni mësuar mësimin, keni mësuar se si të shikoni ose të kuptoni cilat nisi janë tuaja ose jo, gjithçka bëhet më e thjeshtë. Edhe në vimësi, nëse ju merrni emocionet të tjerëve, shumë herë më e thjeshtë të procesoni, t'i ktheni në pozitive, të dini që të bëni me to e të tjerë. Por fillimi gjithmonë është i vështirë çdo gjëje. Pra, ajo që ju mund të bëni është thjesht të vendosni kufi të shëndetshëm. Nuk është gabim të thoni jo apo të lëvizni pak më herët ndoshta nga një grup shoqëror nëse ju ndjeni këtë mbingarkesë emocionale. Nuk është gabim të thoni jo disa individëve që ju bëjnë të ndjeni keq. Nuk është gabim që ju të bëni çfarë ndjeni në fund të ditës. Kjo është më e mira për ju dhe për gjithë të tjerët, sepse thamë nëse ju qëndroni në këtë midis, ku ka mbingarkesë emocionale, ju do të frustrojnë, do ndjeni çdo emocioni dhe dashur pa dashur këto emocione mund të shpërthejnë apo jo, sepse aq mban. Dhe çfarë do ndodh? Këto emocione do të projektohen tek të tjerët përreth. Pra mund ta mendoni kështu. Dhe do të ishte shumë herë më keq pa ju po qëndroni, zoni ti prishni qefin, por nga ana tjetër po i projektoni këto emocione negative, këto shpërthime emocionale që ndoshta mund të ishin eliminuar nëse ju do të kishit dëgjuar intuitën tuaj dhe të ishit çuar në kohë. Mund të duket në moment sikur të tjerët ndoshta mund t'ju gjykojnë, por në fund të ditës të gjithë do të gjykojnë dhe të gjithë kanë diçka për të thënë. Edhe nëse ju veproni mirë, edhe nëse ju veproni keq, edhe nëse ju s'veproni fare, çfarë do që të ndodh, njerëzit apo disa njerëz do të gjykojnë. Ata që duan të gjykojnë, do të gjykojnë në çdo rast. Dhe ka individ që nuk gjykojnë asnjëherë. Kështu që përse mos të fokusoni tek vetja juaj dhe të lejoni të gjithë të tjerë të bëjnë çfarë të duan, me jetën e tyre, me aftësitë e tyre, me mendjen e tyre dhe me gjithçka ju është ofruar, sepse ju në fund ditës nuk mund t'i kontrolloni dot të tjerët, ama veten tuaj po, emocionet tuaja po, këto frikra nga gjykimi po. Ti çlironi dhe të jeni të lirë me veten tuaj dhe të falni të gjithë për çfarë do gjë ju kanë thënë, por të jeni të qetë dhe të paqe me veten tuaj, kjo ka rëndësi. Tjetër, qëndrimi në natyrë, unë besoj se e them në çdo video time, nuk e di. Mos u mërzisni nga kjo, por është vërtet shumë e rëndësishme. Ne ndoshta mund të jeni për të parë në këtë video, është vërtet shumë e rëndësishme që ju të qëndroni në natyrë, sidomos kur ndjeni këto ngarkesa emocionale, këto dhimbje, këto shqetësime. Natyra ka një veti magjike që t'ju shëroj vetëm me një të ecur në natyrë. Vetëm thjesht nëse ju komunikoni dhe i shprehni mirënjohjen tuaj për këto energji shëruese. Është vërtet shumë e fuqishme.
Dhe aq më tepër nëse ju qëndroni pranë pemëve, do të çroheni si me magji dhe do të shikoni që gjitha këto emocione do të shkarkohen, sidomos unë ju këshilloj të ecni me të gjeni një mundësi, ndoshta për një moment, ndoshta jo të ecni, por thjesht të gjeni një moment që të qëndroni me këmbë në tokë zbatër, pa këpucë, pa çorape. Thjesht këmba juaj mbi tokë, në lidhje e sinqertë me natyrën. Dhe mendoni sikur të gjitha këto energji po shkarkohen nëpërmjet këmbëve tuaja, të cilat në fakt janë portale shumë të rëndësishme, që ju mund të merrni energji informacione, energji nga përthama e tokës, për të karikuar dhe për të patur energji për veten tuaj, por edhe mund të çlironi këtë lloj energjish mbi ngarkesa, energji të cilat ju nuk doni t'i mbani. Mos mendoni që po i bëni dëm në natyrë, është aq e fuqishme dhe e zgjuar sa që këto energji ti transmutoj, ti kthej, siç tham, në energji më pozitive, kështu që dhe ti transformoj në këto energji pozitive për veten e vet, por edhe për ne, për të na karikuar me energji pozitive. Kështu që këmbët janë portale shumë të rëndësishme dhe kjo është arsyeja pse këmba duhet të jetë e zbathur dhe në kontakt me tokën. Kjo do t'ju mundsoj ju një mundësi shumë të shenjtë që ju të qëndroni me këmbë në tokë, në kuptimin e vërtetë të fjalës, dhe të largoni këto emocione, këto dhimbje, për të qenë në gjendjen tuaj optimale. Për ta përmbyllur, empatia duhet parë si një bekim. Çfarë prej llojeve të empatisë ju të keni, apo nëse keni një kombinim të gjithave, duhet parë si një bekim që ju keni dhe duhet trajtuar si i tillë. Dhe mos mendoni asnjëherë që jeni vetëm, mos mendoni asnjëherë që është shumë e vështirë, çdo gjë në fillim është e vështirë. Ama sapo ju të bëni pakës punë me veten tuaj, do të shikoni që shpërblimi do të jetë shumë herë më i kënaqshëm dhe do t'ia vlej i gjithë mundi që ju keni hedhur, keni kaluar për të arritur deri më këtu. Empatia është superfuqi. Mos mendoni se jeni i dobët, dhe mos dëgjoni të tjerët nëse ju thonë që jeni të dobët, nëse ju ndjeni shumë emocione dhe keni këto prekje emocionale, do të thënë se tani po më vjen në mend diçka që ndoshta duhet ta kisha përmendur dhe po e them, nëse jeni në këtë fazë të videos, është si një bonus për ju, një ëmbëlsirë për në fund. Në rast se ju jeni empat, do këshilloja shumë të qëndroni sa më larg filmave horror, ngjarjeve të pakëndshme, situatave jo të mira dhe lajmeve negative. Pse? Sepse si një empat, ndoshta të tjerë nuk e kuptojnë. Por ju i ndjeni këto emocione, këto situata të amplifikuara. Pra nëse disa individ, sepse empatia mund të ketë nivele, nëse disa individ janë empat në këtë nivel dhe ju jeni deri këtu, do të thotë që ju ndjeni këto emocione vërtet shumë herë më thellë, shumë herë më shumë se sa këta individ. Dhe ndoshta ju mund të qani për gjëra nga më të voglat, mund të qani për gjëra që të tjerë thonë çfarë është duke bërë kjo, kupton? Ose ky individ pse po qan për një gjë kaq të vogël. Ndoshta thjesht një kompliment i bukur ju bën të qani, ndoshta thjesht një video e bukur prekse, ndoshta thjesht një falënderim ju bën të qani, dhe ndoshta një skenë e vogël e frikshme në film që të tjerët mund ta shohin apo e anashkalojnë, juve ju ngelet në mendje dhe është aq e frikshme për ju saqë ndonjëherë mund të ndjehemi të turpëruar apo të kemi frikë që t'i themi këto ndjenja, sepse të tjerë do ta gjykojnë çfarë je duke bërë, duket sigurisht dobësi. Absolutisht jo. Mos i dëgjoni të tjerët, dëgjoni veten tuaj, kuptoni veten tuaj, duajeni veten tuaj, sepse empatia është një superfuqi. Dhe duhet trajtuar si e tillë, dhe do pakës për kujdesje, dhe do pakës për kushtim, por vërtet është superfuqia më e madhe që ju mund të keni. Dhe nuk është dobësi as pak. Por ju këshilloj që t'i largoni këto, të distancoheni nga këto filma, qoftë edhe dramë, sepse kjo është një çështje shumë e madhe që ta kuptoni nëse jeni empat apo jo, nëse ngelen në mendjen tuaj për shumë gjatë pasi e keni parë atë film, dhe ndoshta kujtohen her pas here, apo keni parë një film në fëmijërinë tuaj i cili po ju kujtohet tani me skena që nuk ju kanë bërë të ndjeni mirë, ju i përjetoni këto skena sikur të jeni vetë aty, sikur të jeni ky personazh i filmit, sikur të jeni ky aktor apo aktore. Kjo është të veshësh këpucët e dikujt tjetër. Dhe vërtet, këtu ta kuptoni ndër me një që jeni apo jo,
dhe të distancoheni nga këto. Kjo është si një bonus për ju, do t'ju shpëtoj jetën, më besoni, dhe nëse ju shikoni gjëra të bukura dhe komedi dhe pozitive, do t'ju rritet vibracioni, do t'jeni të lumtur dhe vetë, dhe është vërtet shumë e fuqishme, kështu që faleminderit që ishi deri në këtë fazë të videos, që dëgjuat deri më tani. Jam vërtet shumë e bekuar që jeni këtu dhe tani. Dhe mos mendoni që ju jeni këtu për të ndjerë të gjitha emocionet e gjithë botës, dhe është përgjegjësia juaj. Ama ju jeni këtu për të ndriçuar botën. Kështu që nëse jeni empat, punoni pakës me këtë superfuqi, me këtë aftësi tuajën, dhe përdoreni për mirë, përdoreni për të ndihmuar veten e të tjerë, dhe përdoreni për të ndriçuar këtë botë, e cila ka nevojë për ne, empatët, ndoshta në shumë vende të ndryshme. Dhe ne duhet jemi të gatshëm dhe të aftë dhe të përgatitur që të ndihmojmë. Shumë faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e kësaj video deri më tani. Do t'ju ftoja të bëheshit pjesë e komunitetit tonë nëse ju pëlqen që të jeni pjesë e një komuniteti që do t'ju kuptoj dhe do t'ju ndihmoj sa keni nevojë, të ndani veten tuaj lirisht emocione, çdo gjë pa u ndjerë të gjykuar, nuk ka gjykim në këtë kanal, ka vetëm dashuri, pa kushte dhe mirëkuptim, dhe ndihmë përse jo, në rast se ju keni nevojë. Shihemi në video tjetër.